Urimet për festat e Krishtlindjes janë përcjellur dhe në Kishën Ortodokse të Shkodrës, krahas qytetarëve të besimit të ndryshëm, ku kanë uruar drejtues dhe përfaqësues të institucioneve si dhe forcave politike, të cilët u pritën nga drejtuesi i kësaj kishe, Ata Aleksandër Petani. Sot lindi një shpëtimtar. Ne sot gjithë bashkohemi në gëzimin e madh të lindjes Krishtit. Sot rikujtojmë vlerat që ne na kanë bashku historikisht si popull. Vlera e besimit, vlera e paqes, vlera e harmonisë, vlera e respektit për besimin e njëri tjetrit, edhe të kenoni gjithmonë pranë. Në festa, në gëzime, nganjëherë edhe në kohë shumë të vështira. Ashtu sikur se linja e Krishtit solli dritë në tokën e shajt, ashtu edhe ne urojmë që Krishtlindja le të sjellin bekimin edhe paqet në zemrat tuaja edhe shëndet në familjet tuaja. I uroj gjithë besimtarë krishterë gëzuar ditën e Krishtlindjeve, paqe, lumturi dhe begati në gjithë familjet shkodarëve. Gëzuar. Gëzuar Krishtlindjet për tanë besimtarët e kështen, qoftë një moment reflektimi mbi forcën e të mirës edhe dritës, drita e Krishtit dhe mirësia mbi zotroshin kudo në botë. Gëzuar e për shumë vjet Krishtlindjen, një fest që simbolizon shpresën Krishti lindi pikërisht për me ndriqu në errësirë. Kështu që patjetër që kush më mirë se sa Shkodra feston në bashkëjetesë dhe në harmoni fetare, në fakt të na bën ne qytetin unik në të gjithë Shqipërinë për harmoninë dhe për dashninë që kena për njëri tjetrin. Sot është kohë e bashkimit, jo kohë ndasish, dhe Shkodra këtë në fakt e ka tregu gjithmonë në kulturën dhe në historinë e saj. Të gjithë besimtarët ortodoks dhe katolik kudo që janë, gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjet. Qoftë një ditë reflektimit për secilin prej nesh, qoftë kjo ditë një ditë paqe dhe harmonie.